Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë lajmet, ngjarjet apo thashe themet më të fundit. Në Instagramin tim, në fakt fansat e Elionës edhe të Klodit, paksa të shqetësuar, më kanë sjellur disa mesazhe duke më pyetur se Tiron, çfarë po ndodh me marrëdhënien e Klodit edhe të Elionës, si qëndron marrëdhënia e tyre, a është në rregull gjithçka sepse shohim që Klodi nuk po i jep pëlqime, Klodi nuk po i jep lajka, etj etj. Domethënë publiku ka hyrë në një pikpyetje të madhe për këtë marrëdhënie. Me njëherë filluam që të interesohemi së bashku me stafin, të bëjmë investigime se si qëndron raporti dhe marrëdhënia e tyre. Dhe arritëm të kuptojmë që fatmirësisht, Klodi dhe Eliona janë të dy bashk, janë shumë të lumtur, kanë gjetur kimi të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, domethënë këtë muaj dhe muajin e kaluar Klodi dhe Eliona nuk është se kanë planifikuar ndonjë plan për të ardhmen, edhe pse në fakt përfliten që do t'jenë pjesë e televizionit Klan Kosova ku do t'jenë nën moderimin e një emisionit të natyrës të stilit Supernova, domethënë do t'jenë pjesë e atij ekipi, por akoma nuk është zyrtare asnjë gjë. Thënë kjo, Klodi dhe Eliona kanë vendosur që ta shijojnë atë vitin e parë të dashurisë së tyre. Domethënë kanë frekuentuar disa vende, kanë bërë pushime, kanë qenë nëpër mbrëmje të mrekullueshme ku janë argëtuar deri në orët e para të mëngjesit. Kjo nuk kupton që marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë marrëdhënie shumë e bukur, vazhdon të jetë marrëdhënie shumë korrekte dhe vazhdon të jetë marrëdhënie shumë pozitive. Domethënë mes Klodit edhe Elionës nuk ka një krisje, nuk ka një ndarje, por përkundrazi ka një dashuri, ka një pozitivitet dhe ka një energji shumë të mirë. Çifti në fakt që në Big Brother treguan që kanë një lloj afrimiteti, domethënë treguan që janë të lindur për njëri tjetrin, gjë e cila në fakt u dëshmua edhe nga babai vetë Elionës, i cili në momentin kur e takoi të bien e tij, tregoi në një farë forme një lloj pëlqimi kundërdrejt Klodit si djalë, si njeri, domethënë me energji pozitive që tregoi që ka shumë dashuri, dhe kjo në fakt e bëri që të jetë vërtet i veçantë edhe të jetë një marrëdhënie shumë e bukur. Çifti vazhdon që të jetë i lumtur bashk, çifti është në momentet e tyre të muajit mjalt, le ta themi, nuk kanë dalë përtej saj, domethënë marrëdhënia po ju shkon shumë bukur dhe nuk ka një krisje në këtë marrëdhënie apo ndonjë inat, mlef, ashtu siç në fakt përflitet në rrjetet sociale. Gjithçka është perfekte.